këtu me drejtoreshën e shkollës Vatra, Vaile Shkodra. Mirë se ju gjeta, Vaile. Mirë se ju gjeta, mirë se na vini. Na tregoni pak më shumë për shkollën. Shkolla Shqipe Vatra ekziston që nga viti 2005. Në maj 2005 është hapur nga presidenti i shkollës që i kemi akoma sot, Zotri Ahmet Xhanaj. Në atë kohë isha nxënëse, 15 vjeçë kur kam fillu shkollën. Edhe që prej asaj dite që na ka sjell papi këtu, nuk kemi shkëputur deri më sot. Çdo çtune kur është shkolla hapur kemi ardhur gjithmonë. Fillimisht si nxënës, pastaj gradualisht me kohën unë shumë shpejt asistova Zojna Shemorina që ishte koreografe e shkollës në atë kohë. Edhe duke u marrë me valle me ta, gradualisht pastaj u bëra vetëm me koreografe, sepse ajo mbaroi punën në shkollë. Edhe në vitin 2014, kur Ahmet Xhanaj i hapi qendrën kulturore Vatra, mua më angazhoi, do të thënë që të jem çdo ditë punëtore në atë qendër në shërbim të shqiptarëve për ndihma të ndryshme, qoftë për përkthime, për ndihma administrative, ose kryesisht për të punuar rreth grave shqiptare, rreth inkuadrimit të grave shqiptare këtu në Belgjik, më kryesisht në Bruxelles. Dhe me këtë grup të grave fillimisht kam fillu me ju dhënë mësim të frëngjishtes, cilat mësosin gjuhën, edhe hala sot vine mësojnë gjuhën, të cilat shumica janë nënat e nxënësve që i kemi këtu në shkollë dhe që na ndjekin në çdo aktivitet që bëjmë në kuadër të shkollës shqipe, qoftë për 8 marsin ose për pavarësitë të Kosovës e të Shqipërisë që i kemi. Në paralel me këta bëjmë dhe shumë ekskursione me nënat shqiptare. Kështu që jam falënderuese të gjithave se janë shtylla e kësaj shkolle e aktiviteteve që bëjmë në këtë shkollë. Përveç mësimit që bëjnë fëmijët këto, keni aktivitetet të tjera, si për shembull ndonjë shëtitje, kemi organizuar dhe kemi prapë ndërmend të organizojmë disa weekende në Ardene, që janë Alpet e Belgjikës. Kemi qenë herën e parë vetëm me të rinjt, vetëm me fëmijët, ku kemi shfryzuar atë kohë për të bërë disa xhirime me veshje valltare dhe xhelbrime të tjera. Mirëpo, kemi qenë dhe pastaj me nënat edhe me fëmijët, domethënë komplet antarë e shkollës. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë se kemi kalu 4 ditë domethënë së bashku si në kohën e dikur në karton me veshje valltare, ku mundeshin të bëjmë disa lodra, disa këngë sikur këtyneherë që ta rikujtojmë, ta rijetojmë një herë frymën që kemi pas dikur, tradicionalen që kemi pas dikur. Ne trego sa është lodhje dhe sa përgjegjësi e madhe është të mirësh, domethënë me këtë punë, të jesh me postin si drejtoresh, domethënë a lodhesh me këtë punë, sa punë ka? Sa është si cilë kjo punë? Kur ndëgjoj njerëzit si ti që bëjnë këtë pyetje, unë mendohem se si lodhet njeri. Normal që lodhem edhe unë si çdo kush në atë moment kur bëhen aktivitetet dhe sidomos kur jemi në mësim, kur vinë fëmijët, nuk njohim lodhje, nuk e ndjejmë atë lodhje, por në atë moment e ndjejmë vetëm kënaqësi. Dhe është gjithmonë kënaqësi me u lodh për gjëra të tilla. Domethënë keni vetëm një në javë, vetëm të shtuneve. Shkolla Shqipe është vetëm të shtune. Këta nxënës që janë më të rritur të shkolla, gjatë javës vinë edhe të mërkurëve dhe të premteve, ku avancojmë aty, punojmë shumë me këngë dhe valle. Mirëpo për gjuhë jemi vetëm të shtuneve. Domethënë në këtë shkollë përveç historisë dhe gjuhës shqipe, cilat lanë tjera janë, domethënë është dhe ora vallëzimit, kemi këngë dhe valle 1 orë dhe 3 orë tjera përkushtohen për shkrim gjuhë dhe histori. Sa është interesimi, domethënë, i prindërve të sjellin fëmijët këtu? Prindërit që vinë janë shumë të angazhuar dhe shumë të interesuar dhe janë korrekt. Nuk bëjnë shumë mungesa të fëmijëve, edhe pse nuk është e lehtë për ta, sepse disa prej tyre kanë aktivitete të tjera, disa shkojnë për futbolle, gjatë në vikend i kanë ndeshje të tjerat. Mirëpo, është pak për të ardhur keq se numrin e nxënësve që kemi këtu është shumë i vogël kur ta krahasosh numrin e shqiptarëve që janë në Belgjik. Domethënë, fëmijët këtu vinë
pikë së pari nga dëshira e prindërve, domethënë që ta ruajnë kulturën, traditën, gjuhën, po ajo dëshira e nxënësve është Fillimisht është e vërtetë që prindërit i sjellin fëmijët këtu. Vrem që edhe në fillim janë pak më të ndrojtur edhe nuk janë aq të kënaqur që një ditë weekendin janë zgjuar aq herët për të ardhur prapë në një shkollë ku ata janë lodhur gjatë tërë javës në shkollat belge. Mirë po, për momentit kur vinë te ne, ata janë shumë të kënaqur dhe janë vetë fëmijët pastaj që i angazhojnë prindërit që t'i sjellin në çdo aktivitet e në çdo mësim që keni. Sa të vinë një herë lidhen vetë, sepse gjejnë një shok, gjejnë një shoqe, e gjejnë interesat e veta, disa kanë qef poezi që bëjnë, disa tjerë këngë, vallet, disa alfabetin, siç e thalla Eva.